Historia e vërtetë e Nastradinit shqiptar. Të gjithë jemi rritur me historitë e Nastradinit, po a e dini se kush ishte Nastradini dhe nga ishte? Tani po ja u tregoj, sepse secili duhet që ta njohë të vërtetën e tij. Dikur flitej për bëmat e një tipi të quajtur Nastradin, por bëhej fjalë për Naserdin Koja, i cili kishte lindur në fshatin Hortu, në provincën Askishehir të Turqisë, rreth vitit 1208. Ishte i biri i Abdullah Efendiut, imamit të fshatit. Por unë nuk e kam fjalën për këtë personazh, por për një shqiptar, një njeri që thuhet se ka jetuar realisht rreth viteve 1300. Tregohet se Nastradini ishte martuar i ri, mirë po shumë shpejt u nda nga gruaja, sepse nuk e duronte dot. Thuhet se ishte një tregtar shumë i zoti dhe lëvizte shpesh nga një vend në tjetrin. E kështu, në moshën 40 vjeçare, njohu një grua nga Shkodra. Pasi u dashuruan, u martuan, dhe ajo mbeti shtatzan. Ndërkohë, Nastradini vazhdonte të merre me tregti, por në një nga udhëtimet e tij u prek nga kolera. E kështu, pasi u kthye në shtëpi, nuk kaloi shumë dhe vdiq. Shkodrania, e cila e dashuroi me të vërtet, kur djali e lindi, ajo i vuri emrin e të shoqit, pra e quajti Nastradin. Çuditërisht, ky i shëmëllente shumë të atit, madje kishte të njëjtin sarkazëm dhe mençuri, dhe edhe ky ishte shumë i zoti në tregti. Bëmat e tij ishin të panumërta dhe fama shumë e madhe, kaq e madhe sa që e njihte gjithë Shqipëria dhe shpesh e ngatërroni me Naserdinin e Turqisë. Një nga shakat më të njohura të tij ishte ajo kur dikush teksa kalonte e pyeti se çfarë po bënte, i mbështetur aty pas murit gjithë ditën, dhe ai u përgjigj se po e mbante, e kështu i kërkoi zotrisë që të mbante murin sa të shkonte të bënte një punë. Kjo për t'i treguar që nuk ka pse të fus hundët në punët e të tjerëve. Tregohet se në një nga udhëtimet e tij ai nuk u kthye më dhe askush nuk e njohu të vërtetën se çfarë ndodhi. Nga statistikat kemi vënë re që një pjesë për ju që shikoni këtë video nuk jeni lidhur me këtë faqe. Do t'i lutesha nëse është e mundur, t'i bëni like faqes, juve nuk ju kushton asgjë. Së bashku veç informohemi më shumë. Kalofshi bukur. Ka të tjerë që thonë se ishte i biri i Naserdinit turk, i cili pasi kalonte nga një vend në tjetrin, ndaloi në tokat shqiptare, dhe pasi njohu një grua, nga lidhja mes tyre lindi një djalë. Por Naserdini vazhdoi rrugën e tij, e kështu djali kur u rit shkoi dhe kërkoi të atin në Turqi, por nuk u kthye më. Sidoqoftë, historitë e Nastradinit kanë në gjurmë në jetën e secilit. Ndaj tani po ju kërkoj të gjithëve një nder. Nuk doja të përmendja asnjë nga shakat e Nastradinit, sepse kjo varet nga shijet e secilit. Kështu që do të dëshiroja që kushdo nga ju të mund të tregojë qoftë edhe një nga historitë e Nastradinit që ju ka mbetur në mendje, në mënyrë që brezat e rinj të kuptojnë rëndësinë e mençurisë e cila vjen nga dija, pra nga informacioni. Pres komentet tuaja dhe ju përqafoj. Ditën e mirë.